Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani mandatoi Albin Kurtin për formimin e qeverisë së re. Kurti, aktualisht kryeministër në detyrë, u mandatua pas zgjedhjeve të shkurtit ku lëvizja vetëvendosje doli partia me më shumë ulse në Kuvendin e Kosovës. Ai ka 15 ditë kohë për të prezantuar para Kuvendit përbërjen dhe programin e qeverisë së re. Deri më tani, vetëvendosja nuk ka arritur të sigurojë 61 votat e nevojshme për zgjedhjen e kryeministrit, bazuar në votimet për konstituimin e Kuvendit. Vetëvendosje me 48 deputetët e vet dhe mbështetjen e disa deputetëve të pakicave ka vetëm 56 vota pro. Kjo do thotë se Kurti duhet të nisë sërish negociatat me partitë politike për të siguruar shumicën parlamentare. Albulena Haxhiu nga vetëvendosja tha të premten se konsultimet do të përfshin të gjitha partitë, përveç PDK-s dhe listës serbe. Nëse brenda 15 ditësh Kurti nuk propozon kabinetin ose nuk merr shumicën e votave, e drejta për formimin e qeverisë kalon tek një shumicë e dytë, e cila ka 10 ditë kohë për të propozuar përbërjen e qeverisë. Në rast se dështon edhe kjo mundësi, Kosova shkon automatikisht në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare.